Si mund të ruhet një vepër historike? Si mund të ruhet trashëgimia kulturore e një vendi? Shqipëria ka hapur një debat mjaft madh lidhur me atë se çfarë mund të bëjmë me godinat tona historike. A duhet i ruajmë ato? Një pjesë po prishen, një pjesë pretendojnë që s'kemi pothuajse asgjë nga trashëgimia që kishim. Por natyrisht që tentativa për të ruajtur dhe për ta bërë funksionale trashëgiminë kulturore është njëra prej dy rrymave. Rryma tjetër është për t'i prezervuar ato, pra për t'i ruajtur ato, për të mos i përdorur fare që të kenë vetëm vlerën e tyre historike. Ndërkohë një version tjetër është ai që po ndodh në shumë vende të botës ku godinat historike rikthehen në funksionale, marrin funksione të reja, por natyrisht duke e ruajtur në mënyrë perfekte trashëgiminë kulturore. Jam në një prej këtyre shembujve tipik i cili nga shtypi ndërkombëtar, shtypi turk po dhe shtypi ndërkombëtar, është konsideruar një nga mrekullitë e restaurimeve në botë. Turqia dhe veçanërisht Stambolli ka tentuar të rikthejë dhe të restaurojë shumë prej godinave historike. Chirigan Palace, pallati i famshëm i vllait sultanit, është kthyer në një hotel Kempinski që prej vitit 1991 një pjesë pallatesh tjera të vjetër, po ashtu si pallati historik ku është vendosur sot Four Seasons është kthyer po ashtu në hotel. Burgu i Perandorisë Osmane, burgu i Sultanahmetit është kthyer po ashtu në hotel Four Seasons, pra një në Bosfor dhe një Four Seasons në Sultanahmet, ndërkohë që projekti më i shtrenjtë dhe më interesant, po ashtu një shtëpi e vjetër ishte kthyer në Ottoman Mezon, në një shtëpi e vjetër pashallaresh i kthyer në hotel, shumë shtëpi të tjera janë kthyer në hotele të vegjël, por ndërkohë projekti më interesant është ai i hotelit Peninsula, një prej hoteleve më të shtrenjta të Stambollit, që ka kushtuar rreth 800 milion deri $1 miliard, akoma nuk përcaktohet qartë, i cili është ndërtuar në portin e Gallatës. 10 vjet më parë, porti i Gallatës ishte i mbushur me godina të rënuara, ndërsa sot Hotel Peninsula e ka restauruar atë përmes 4 godinave. Godina e parë historike që do t'ju tregoj atje, godina e dytë, kjo që po shihni, e cila ka qenë thjesht një magazin porti. Pra asgjë më shumë dhe asgjë më pak se sa një magazin porti, dhe që është detyruar ta ruaj eksaktësisht ashtu siç është, pra hoteli, një prej hoteleve më të shtrenjtë të botës flas. Godina e tretë është kjo godinë historike që ka një pamje fantastike kur e shef. Shihni se çfarë godine dhe si ka ruajtur të gjithë elementet e saj historik, është ndërtuar në vitin 1910, godina e parë është pak 1914, godina e parë fare është edhe më e vjetër, ndërsa më e re është kjo godinë e fundit, të cilin Peninsula e ka rindërtuar siç ka qenë. Kjo ka qenë një godinë pak më moderne, pra pak më art deco nëse mund ta quajmë, që është ndërtuar në vitin 1924. Është ky projekt këtu, që Peninsula thjesht e ka rirestauruar duke rrumbullakuar anët për të ruajtur pamjen e saj origjinale. Kjo është një godinë e ndërtuar me çelik që në vitin 1924, ndërkohë që poshtë është bërë ballroom-i i hotelit, ndërsa pjesa e sipërme vjen të jenë dhoma. Pak më tej është një prej projekteve më të rrallë të Stambollit, që quhet Galata Port, ku një prej godinave më të restauruara, për shembull, edhe pamja e Bosforit që është përballë, është fenomenale, një prej godinave më të bukura të restauruara është godina e postës së vjetër të Gallatës, e ndërtuar në vitet 20, pra menjëherë pas rrëzimit të Perandorisë Osmane. Është kjo godinë këtu ku mbaron hoteli, që shkon në këtë drejtimin tjetër. Shiheni. Gjithë kjo godinë ka qenë posta e vjetër e Perandorisë Osmane, e cila është restauruar në gjithë gjatësinë e saj dhe është kthyer në Mercato. Pra është kthyer në Mercato të po quaj për ku ka një pjesë madhe të dyqaneve dhe njëkohësisht një gjë shumë e bukur e saj janë baret dhe restorantet. Kjo është pjesa. Peninsula ka marrë pjesën më të rënuar të portit të vjetër, ka qenë e gjitha me godina të prishura, të rënuara, një pjesë e tyre, pjesa më e madhe jashtë funksionit, pra të pabanuara prej më shumë se 80 vitesh, gati që nga lufta e dytë botërore, që kur kishte humbur, dhe e ka kthyer në një parajs ku vetëm gjelbrimi është i tillë. Ju do shihni tani atë që quhet pjesa e brendshme, se si është ruajtur çdo gjë siç ka qenë, madje edhe holli i madh i hotelit
ka ruajtur strukturën origjinale. Sot shifeni. Shive se si është godina, pra në çdo gjë janë ruajtur detajet. Me përjashtim të nën tokës, ku është vendosur një spa e plot, që i ka të gjitha funksionet. Shihni pra çfarë gjelbërimi ka, dhe është buzë Bosforit. Bosfori e bën shumë bukur Stambollin kur ka diell. Është pjesa. Shive dhe ambientet e qëndrimit në oborrin. Shive. Është një mrekulli, ndërkohë do ju tregoj dhe ca nga ambientet e brendshme. Kjo është pjesa e jashtme. Është e vështirë të ruash një hotel në këto përmasa, megjithatë është një mrekulli. Natyrisht që nuk mund të futem brenda tek dhomat se s'm lejojnë, por për të tregoj vetëm pjesën e jashtëm. Hoteli, sipas dhënave, ka 177 dhoma, të cilat janë vendosur, 177 dhoma përfshin dhe 25 suita, të cilat janë të organizuara në, po quaj, në nivelet më të larta të hospitalities, që janë karakteristik e peninsulës. Pra të gjitha janë vendosur në këto ish dhoma të vogla të pjesës të portit Gallatës së kohës perandërisë osmane.
Kjo është ajo se si mund të restaurohet një godinë e vjetër, fare e pa ndonjë vlerë të madhe arkitektonike siç është kjo, për të ruajtur ashtu siç ka qenë. Sikur se thash, e ka bërë Hotel Peninsula, ku 4 hotele, 4 godina, ajo e para atje, kjo e dyta këtu, e treta dhe e katërta, të ndërtuara midis viteve 1910-1925, janë kthyer tani në një hotel luksos, pa e humbur funksionin dhe pa prekur asgjë nga historia.